Përshëndetje edhe një herë, Anira. Përshëndetje. Kemi gjithë sy e vesh, Anira, të kuptojmë se çfarë ka rezervuar këto ditë, jo të parat fare të janarit, por sërish jemi në fillim të janarit, ka një fluks të jashtëzakonshëm të atyre që kanë zgjedhur të largohen drejt vendeve të tyre të punës për shkak të avarive, janë shkaktuar edhe radhë të gjata. Moti është një element i cili është shumë i rëndësishëm. Çfarë pritet nga sot? Për gjatë këtyre 2 ditëve, pritet që të kemi rreshje shumë intensive në qarkun e Shkodrës, të cilat pritet të shfaqin edhe problematika për gjatë orëve në vazhdim. Gjithashtu në qarqet e Kukësit, Florës dhe Gjirokastrës, pritet që rreshjet lokalisht të shkojnë shumë intensive, por në nivel qarku të jenë intensive, dhe në qarqet Dibër, Durrës, Elbasan, pritet që rreshjet të jenë mesatare dhe lokalisht shkojnë intensive. Në pjesën tjetër të qarqeve, pritet që rreshjet të jenë mesatare. Pra do të jetë një situatë e ngarkuar anës meteorologjike për shkak të rreshjeve me intensitet të shtuara për gjatë këtyre 2 ditëve. Temperaturat do të jenë relativisht të larta në krahasim me ditët që lan pas, pra me javën e parë të janarit, dhe të tilla do të vijojnë deri të mërkurën, pasi pritet që dita e njëjtë të sjellë një rënje sa i takon temperaturave të ajrit, duke shkuar në zonat malore deri në minus sërish. Por vëmendja mendoj se duhet të mbetet për gjatë këtyre 2 ditëve në pjesën e shtuar të rreshjeve, të cilat pritet që të sjellin rritje të niveleve të lumejve Drin Buna, të lumit Mati. A jemi neve të rrezikuar, sikur se u tha dhe më herët, realisht nga këto përmbytje, nga intensiteti qira, po ka ndryshuar diçka në qasje, për ta risjell në fakt, sepse kemi një histori, Anira, me përmbytjet, të cilat na izoluan, na shkaktuan dëme, materiale, në bujqësi. Për shkak të rreshjeve me intensitet të shtuar për gjatë këtyre ditëve, pritet që të ketë ashtu siç unë thash, rritje të niveleve, nuk shohim akoma problematika të përmbytjeve masive, ashtu siç ju e përmendët për daljen nga shtrati. Aktualisht mund të themi që pritet thjesht të ketë rritje të niveleve, situata po monitorohet për gjatë orëve në vazhdim. Problematika, ashtu siç e thash, janë me intensitet të shtuar, kryesisht në qarkun e Shkodrës, gjithashtu mbetet problematike edhe në jug të vendit, qarqet e Vlorës dhe Gjirokastrës, pasi pritet që rreshjet të jenë intensive dhe lokalisht shkojnë deri shumë intensive. Kjo sjell edhe rritjen sa i takon niveleve si në lumin e Vjosës, ashtu dhe në lumejnë të Drin dhe Buna sa i takon veriut të vendit. Dhe sa do të zgjasë kjo situatë, Anira, që ne jemi me pikpyetje dhe me një problematik, le të themi, deri diku, edhe pse shpresojmë që mos të përshkallëzohet? Situata pritet që të jetë për gjatë këtyre 2 ditëve, pra e hëna e marta, pritet që rreshjet jenë me intensitete të shtuara, më pas do të ketë një rënje, pra graduale të intensiteteve të rreshjeve, por për gjatë këtyre 2 ditëve, situata mbetet kritike për shkak të intensiteteve të shtuara. Mund të shfaqen problematika në qendrat urbane të këtyre qarqeve sa i takon vërshimeve të shpejta të ujit në zonat urbane. Mund të ketë gjithashtu dalje të përrejve apo lumejve të vegjël malor në këto zona, por fokusi pra duhet mbetet te këto 2 ditët e para. Më pas, ashtu siç unë e thash, për gjatë ditës së njëjtë presim që të kemi një rënje të temperaturave me gati 5 gradë. Anira, unë të falenderoj, ne deri të njëjtën do jemi sërish të bashku për të bërë atë parashikimin e radhës. Kishte kënaqësi sa ne ndamë së bashku edhe pse lajmet janë pak delikate, megjithatë të shohim hap pas hapi. Të përshëndes. Faleminderit.